Ndryshimin e tyre sa i përket pranimit të simboleve të Republikës së Kosovës fillimisht? Apo janë veç për kamera ato? Shikoni, si thuhet ajo, për çka po je vjen marrë mençurit se bëhet, kjo i budall krenohet. Krenohet. Një fjalla e cila absolutisht nuk ka pas nevojë prej fillimit që ta bile askush prej tyre, ta formë teatrale që ta prezentoj sikur që ata janë i mbrojnë institucionet dhe kështu me radhë. Kjo është një vepër normale, sikur që hyni një institucion normal, institucioni ka drejtet, do thotë rregullat veta dhe ju nëse hyni dhe po përpiqeni të ndryshoni rregullat, kjo është absolutisht ndoshta nuk është kundërligjshëm, por kundër rregullave, që thotë ju jeni atë institucion, hyni aty dhe punoni sa duhet. Por normale që me njëherë pas 3-4 dite, kjo shpallja e daljes prej asociacionit të komunave është për mua absurde, ti thonë vërtetin, çka do të thotë ajo. Nuk keni hyrë në kabinetet e juve dhe po boni me njëherë në far akti i cili është nonsens. Nuk ka kurfar pesh, nuk ka kurfar qëllimi, nuk ka kurfar bazë që të bëhet një gjë e tillë, por prap Veç a mund të lexohet largimi prej Asociacionit Komunave të Kosovës, kryetarët e listës serbe që i larguan 4 komunat e Veriut, a mund të lexohet ndoshta edhe si vot për ta, sepse e di, ata që e mbështesin listën serbe, thatë edhe jo në fillim mund t'jenë të shantazhuar, ose eventualisht për krahës, por me direktiva të Beogradit. Po shikoni aty nuk ka kurfar diskutim ose dyshim. Asë një vepër, unë po ju garantoj, asë një rojtar, kryetarët aktual që janë aty, nuk vendosin.